ekspozita është me një tematik disi të veçantë, e kam titullu Thirrja e Heshtjes, dhe është një përgjigje që natyra në mënyrë të heshtur na jep tanëve ne, na bën një thirrje, na bën një mesazh që duhet me mbrojt si peizazhin, si natyrën e qetë, si tubin e luleve. Meqenëse se në ekspozitën teme 38 punime janë të 3 grupimeve që thash, unë kam titullu Thirrja e Heshtjes. Natyra na thret në mënyrë të heshtur për me mbrojt ekuilibrin, vazhdimsinë, ajo ka të vetën. Çdo ndërhyje që t'i bëjmë ne, secili prej anëve që përmenda, vetëm e prishim. Vetëm prishim ekuilibrat. Dhe kur prishim ekuilibrat, natyra përgjigjet ndryshe. Emocionet janë, si me kënë ekspozita parë, të gjithë kanë vlerën e vetë, sepse piktura nuk ka punë, është njëjë, është emocion. Dhe si e tillë, kur ke marrë të lajën e bardhë, dhe ke folme të për javë, 2, 1 muaj, aja të bëhat një pjesë e jotja, që është e vështirë më shkut për i saj.